Gratë e dhunuara së shpejti do të kenë një trajtim më të veçantë, duke folur nga Gjirokastra në një aktivitet organizuar nga OSBE kundër dhunës në familje. Olta Xhaçka bëri me dije se tashmë po punohet për një paketë lehtësuese për gratë e dhunuara. Deputetja e mazhorancës, njëkohësisht edhe kryetare e Komisionit për Barazinë Gjinore, theksoi rëndësinë e kulturës së denoncimit. Në plan që të ofrojmë po ashtu disa propozime tona se si mund ta bëjmë këtë proces më të mirë për ato gratë të cilat vuajnë dhunën dhe kanë denoncuar atë dhe kanë kërkuar ndihmë. A është kjo ndihmë banesë sociale, a është kjo ndihmë punësim, e gjitha do të definohet në javën në vijim. Por ne pa diskutim që duam të bëjmë një propozim tonë shumë konkret. Fushata kundër dhunës në familje ka qenë një aktivitet reditor i mbajtur në Gjirokastër, ku përfaqësues të lartë të OSBE-s, Policisë së Shtetit dhe Qeverisjes Vendore kanë theksuar rëndësinë e parandalimit dhe sensibilizimit të komunitetit. Gjatë 2015-s, qarku i Gjirokastrës ka shënuar arritje të numrit të rasteve të dhunës në familje. Në rang qarku, vetëm për 8 mujorin e parë të 2015-s, shënohen 57 raste të tilla nga 29 që regjistroi viti 2014.